me qeni qetë, mas mu mërzit, me fitu shpërblimin e Zotit. Po qatë dhe ma? Allahu Gjellë a nuk dha në këtë muj me qeni sinqert? Të gjithë mendojnë njerëzit që mund t'i fshihen diçkaje, edhe shumica njerëzit që bëjnë gjinofe, mendojnë se gjinofet bëhen të mqeftë edhe si dikosh, Allah i di. E pse rrenë shpejtate atje, nuk pinë ujtin, apo në pazar atje, nuk s'po qef njëri, nuk hanë, nuk pinë, pra bëhen shi sinqert. Po sa e sinqert? I 100 fish ma shumë se sa para Ramazanit. Çdo kategori njeriu bëhet i sinqert në muajin e Ramazanit. E Allahu Gjellë thot, madhroni pra, Allahu, pse ju ndihmoj, i udhëzoj në këtë muaj. Edhe bëhesh i sinqert, i mirë, i rregull. Nuk dyshojnë njerëzit asnjë gjë për ty. Mashallah, ka ndryshuar komplet. Edhe ka ndryshuar. Secili e llogarit tek vetja vet. Edhe ka ndryshuar. Në këto 5-6 ditë. Qa ka ndryshuar mo? S'ke bën gjinove. Pra ajo që do të rëndoj ma shumë robin në gjinofet. Gjinofe pa hasab, gjithë ditën të punon gjinof. Me dashje, pa dashje, gromull, gjithë ditën. Allahu të kanalu prej gjinofeve. Pa e dini se nëse të pranohet një ditë pa gjinofe me të falë Zoti, me lejet Zotit ke për qenë gjënën. Një ditë pa gjinofe, me lejet Zotit jenë gjënën. Pa pse? A i ka mshirë në madhe, Allahu Gjellë Gjellë. A nuk i tako kjo ditë e Ramazanit që s'ke punu gjinofe? Mersi e madhe. Nuk mund të llogaritet me menjet e robët. Atëherë thot Zoti Gjellë, po më falenderoni pra, madhroni, ashtu si kur i ka hije Allahu Gjellë Gjellë. E kur të ndodhi kjo? Në këtë muaj. Pse Allahu Gjellë Gjellë thot, leallekum tettekun. Nuk du as t'ju rëndoj, thot, as t'ju vështirësoj, po vetëm që ju të rritini gradën tuaj tek Zoti Gjellë Gjellë, që të bëheni më të mirë. Dhe bëheni më të mirë, thot, dhe ju kom përgatit ata që as syri si ka pa, thot, as veshji si ka një gjuhë. Çfarë na ndihmon mo ky muaj i madhrueshëm i Ramazanit? Je bën më bujar se sa në muajt e tjerë. Bujar e dini ç'do thot, gjymert që jep. Nuk i thot goja jo, por ju bën mirë njerëzve të tjerë. Me fjalë, me shëndetin e tij, me pasurinë e tij, me çka i ka dhënë Zoti Xhelexhelu, ju bën mirë njerëzve në këtë muaj të madhrueshëm. Por mos harro se kjo bujaria ka një gradë të lartë tek Allahu Xhelexhelu. Dhe Allahu përmend disa fjalë në Kur'anin e madhrueshëm, edhe thot, Allahu i do të sinqertit, jo mashtruesit. Allahu i do ato që janë devotshëm. Domethënë nuk të falin ke adhurimi i Zotit, ke zbatimi i atyre që ka caktuar Zoti për të punuar. Nuk të falen. Allahu i do të devotshmit. Po ne përmendem që ky muaj i madhrueshëm të bën dhe durimtar, i do durimtar, Allahu Xhelel Xhelaluhu. Allahu i do dhe bamirësit, ato bujarët. Dhe kur jemi këtu tek bujarët, do ketë një tip radhe atje në xhenet për të hyrë në xhenet. Edhe të gjithë do pretendojnë për të hyrë, kush të hyjë i pari në xhenet. Këto që kanë qenë dietarë, që i kanë mësuar njerëzit, i thonë me legët, ne hapin, ne në të kojë, thotë, ne i mësuam këta. Ato që kanë qenë shahide, që kanë rënë luftë, thotë, ne e duam përpara, thotë, ne hapin, ne derë. Këto të shë të pasurit, gjymertat, që kanë dhonë të në dynja. Por ne thotë e du, ne thotë i kemi majtë të, edhe këta djetarë, thotë, gjithë njerëzit, thotë, edhe halëgjit,
Ne I kemi majtë. Edhe diskutojnë me lek, që të fuzim për para në xhenet, edhe me të vërtet, këta që I ka vëzu Zotit dhe që japin, thot, hynin në xhenet, I të partë. Po, hynin në xhenet. Sepse, e mësoj shahidin e I djetari, po kush e majti me bukët, kush e ndimoj atë. Sa ti si del me puno? Nuk I del me puno. Urdhër thot, Allahu xhallahu I ka dhënë atij që të punoj, edhe e madhe dhe këte, edhe aje u drejtojnë shahidin, edhe I rutë gjithë këtë shi. Edhe djetarin, edhe atë pasurin, aje që I bjerë luft atje, edhe nderin e këtyre, familjeve e këtyre dhe pasurin e këtyre. Atëhere, pra shisi ti mësoj Zotit xhallahu, pra bujaria zgjerohet muajin e Ramazanit. Shumë. Shive, çdo natë ke hërë bukë me kalamajt tuj, me familjen tënde. Është thotë shtrojë iftar. Keni parasysh që ai që të vjen iftar, ai vjen me të banë erë ty herë në parë. Me të banë erë ty, që ti të marrësh shpërblimin e Zotit xhallahu. Që ti të shkosh I parë në xhenet. Ti që e shtron iftarin. Edhe dy palët rregullohen këtu. Edhe ky personi që ju gjendet njerëzve në nevojë, Allahu xhallahu thot për këta lloj njerëzish, lidhuni me ata njerëz thot që kanë hallën në dynjë, kryeni hallet atyre, sepse Allahu do t'ju heqë hallet që keni ju përpara Zotit xhallahu. Pra na mësoi më dhe Zot me shtrojë iftar me I grumëllua njerëzit, po këta se kishe para Ramazanit ti vetëm me familjen tënde. Edhe interesant, nuk është si dasmat për shembull, do 6 muaj me bëj listë, çat marr çat laj, kur shreni parë, kur shreni dytë, ja ai tako këti, tako ati. Edhe këto të takon vetëm I kush, ai e xheros. Hajde në iftar. Mirësi e madhe. Po të mësoj pra me ju gjetë